Se kërë më konë më ri, më konë ma entuziast, kisha dëshirë veç bëta. Ta është e këqyri cilësin, jo sasin. Kjo është detyrë ndoshta e secilit krijues kur ta arrin atë pjekurinë kulturore, pjekurinë e shkrimit, sepse atëherë nuk don numër, por don cilësi edhe shkrim I cili do të ngjallë vëmendjen e të tjerëve. Na fole pak për tematikën, por vitet po ikin turavrap, shumë gjana po humbin edhe kuptimin. 14 vjet nuk e lëshova artin, ditën, librin, natën, diturin, edhe jetën, punën, me shpirt u mundova ta shëroj veten. S'di sa herë buzin gonës, sa I madh dëshprimi. Shikova dëfrimin, ambientin me drita, po ikin turavrap, rinin, për mallimin, shumë gjana po humbin, u ktheva edhe kuptimin, u ula një lët, 14 vjet te krevati, nuk e lëshova artin, një lët, librin, pikoj currek, diturin, punën edhe te jashta qëllimi. E mlodha veten, ka shërby. I ndrydhur nga zemrimi. Megjithse shkrimet e mia disa për shembull janë pak ma të dhëmshme, ma të rënda. Psikologjia na mëson me qenë gjithmonë pozitiv. Tash kur përmenda ma herët për shembull alipodrimin. Tash jeta e atij rasti që ka pas ka kriju shkrime shumë poezi shumë trauma. Domethënë dhimbjen e vet e ka transmetuar te gjithë. Çdo shkrim ose çdo thonje ose çdo gjë që kam shkru e ka fshet një mesazh. Edhe fshihet mesazhi edukativ. Ai demoni brendshëm që mundon. Domethënë podrimja del sheshazi me mesazh qartë. Ta sjell fjalën letër, jo më fsheh shumë kanë mas figurave letrare. Edhe përmes një poezie, tine, do me thonë, ta shpjegon gjendjen e popullit. Miq Kosovar, gjakojmë që nuk falem. A vritën plumbat dhe. Do me thonë, Sari lexoj emociona shumë sepse në vogje që më vitet, në vogje që më thellojnë botën e me shumë gjana, po humbin, po shkrenari me pas poet till, edhe nuk duhet asnjëherë mos vetëm artin, po duhet më fuqizu veprat edhe mundësisht diturin, më mund të më shkuru punën, të një shprehje